Çfarë është feminizmi? Një shpjegim i qartë dhe profesional. Feminizmi është një rrymë mendimi, lëvizje shoqërore dhe politike që synon barazinë reale mes grave dhe burrave në të gjitha fushat e jetës, ligjore, ekonomike, politike, sociale dhe kulturore. Në thelb, feminizmi nuk është kundër burrave, por kundër pabarazisë, diskriminimit dhe strukturave të pushtetit që historikisht kanë favorizuar një gjini mbi tjetrën. Thelbi i feminizmit. Në formën e tij më të pastër, feminizmi mbështetet mbi një parim themelor. Gratë janë qenie të barabarta në dinjitet, të drejta dhe mundësi me burrat. Kjo do të thotë të drejtë të barabartë për arsim, punë dhe pagë të drejtë. Mbrojtje nga dhuna dhe shfrytëzimi. Përfaqësim të drejtë në vendimmarrje. Autonomi mbi trupin dhe jetën personale. Trajtim të barabartë përpara ligjit. Pse lindi feminizmi? Feminizmi lindi si reagim ndaj pabarazive strukturore historike ku gratë nuk kishin të drejtë vote. Nuk kishin të drejtë pronësie. Përjashtoheshin nga arsimi dhe profesionet të caktuara. Trajtoheshin si juridikisht dhe ekonomikisht të varura nga burri. Edhe sot, pavarësisht përparimeve ligjore, pabarazit vazhdojnë të ekzistojnë në forma më të sofistikuara, paga më të ulta, barë disproporcionale, punës së papaguar, dhunë me bazë gjinore, përjashtim nga pozitat e pushtetit dhe stereotipe kulturore. Feminizmi nuk është një ide e vetme. Është e rëndësishme të kuptohet se feminizmi nuk është monolit. Ekzistojnë disa qasje kryesore. Feminizmi liberal fokusohet te barazia ligjore dhe mundësitë e barabarta brenda sistemit ekzistues. Feminizmi social dhe ekonomik thekson lidhje mes pabarazisë gjinore dhe pabarazisë klasore, varfërisë dhe shfrytëzimit. Feminizmi radikal analizon rrënjët e thella kulturore dhe shoqërore të patriarkatit dhe mënyrën si pushteti strukturohet mbi trupin dhe jetën e grave. Feminizmi ndërseksional thekson se përvoja e grave nuk është e njëjtë për të gjitha, pasi ndërthuret me klasën, etninë, racën, orientimin seksual, aftësinë e kufizuar e Këto qasje ndryshojnë në metoda dhe analiza, por ndajnë të njëjtin qëllim, çmontimin e pabarazisë gjinore. Kesh kuptimet më të shpeshta. Një nga deformimet më të përhapura është ideja se feminizmi urren burrat, kërkon e përsi të grave. Është kundër familjes ose traditës. Në realitet, feminizmi sfidon modelet e padrejta të pushtetit, jo individet. Ai kritikon rolet e ngurta gjinore që dëmtojnë jo vetëm gratë, por edhe burrat, duke u imponuar modele force, heshtje emocionale dhe dominimi. Feminizmi sot. Në shoqërinë moderne, feminizmi merret me çështje konkrete si dhuna në familje dhe femicidi, pabarazia në paga dhe punësim, përfaqësimi politik, të drejtat riprodhuese, shfrytëzimi ekonomik dhe seksual, gjuha dhe kultura diskriminuese. Ai nuk është një ide e vjetruar, por një reagim ndaj realiteteve aktuale. Përfundim, feminizmi është në thelb një kërkesë për drejtësi, jo privilegj, jo e përsi, por barazi reale dhe dinjitet njerëzor. Një shoqëri që kupton dhe zbaton këtë parim nuk do bësohet, përkundrazi bëhet më drejtë, më funksionale dhe më njerëzore për të gjithë.